Sa vende të lira pune ka në Gjermani, cilat profesione dhe sa është papunësia? Këtë temë kemi trajtuar shpesh, por ja të dhënat e fundit. Papunësia në Gjermani është zvogluar pak, por numri i të papunëve edhe më tej është tepër i lartë. Në shkurt ka pasur rreth 15.000 të papunë më pak se sa në janar, por në Gjermani edhe më tej ka të regjistruar rreth 3.070.000 të papunë. Nëse doni të dini me përqindje, në shkurt është zvogluar papunësia për 0,1%, që aktualisht do të thotë se në Gjermani ka rreth 6,5% të papunë. Nga shumë degë të ekonomisë është njoftuar kohët e fundit për disa lëvizje pozitive, më të cilat ju kam njoftuar edhe në kanalet e mia, por kjo akoma nuk e ka arritur edhe tregun e punës, sepse shumë kompani vazhdojnë akoma të hezitojnë të marrin punëtorë të rinj, e kjo me siguri që nuk është mia. Drejtoria e Agjencisë për Punë Andrea Nales e ka emrin, shpreson se kjo do të ndryshojë në pranverë, por situata e tanishme me papunësinë akoma nuk është e mirë. Por njëkohësisht në Agjencinë për Punë Miqtedashur në Gjermani janë të regjistruar rreth 638.000 vende të lira të punës, ku kërkohen punëtorë me kualifikime të ndryshme, e që si duket nuk mund të plotësohen me kapacitetet e të papunëve të tanishëm, sepse ata thjesht nuk i kanë kualifikimet e duhura për të plotësuar këto vende të lira të punës. Sipas të dhënave të fundit, po zvoglohet edhe numri i personave që punojnë me orar të shkurtuar, por në dhjetor edhe më tej ka pasur rreth 139.000 persona që kanë marrë ndihmë për shkak se kanë punuar me orar të shkurtuar. Si të qoftë, në Agjencinë për Punë janë të regjistruar aktualisht edhe rreth 345.000 vende për përgatitje profesionale, që është 52.000 më pak se sa vitin e kaluar në këtë kohë, por të mos e komplikoj edhe me tutje me shifra, sepse ka vërtet edhe të dhënat të tjera, ndoshta edhe me rëndësi, por me rëndësi është të dihet kjo. Papunësia ka rënë pak në shkurt, por kjo rënje akoma shumë e vogël. Në Gjermani edhe më tej ka më shumë se 3 milion të papunë, më saktësisht 3.070.000, ndërkohë që numri i vendeve të lira të punës ku kërkohen profesione të ndryshme është 638.000 vende të lira të punës. Këtu janë pra të dhënat e fundit nga tregu i punës në shkurt të vitit 2026. E ju nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni, më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Faleminderit që jeni me mua.